Territori shqiptar për datën 21 qershor 2025 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me mot kthjellët në mëngjes dhe rreshje të lehta lokale në mesditë pasdite, veçanërisht në zonat kodrinore dhe malore. Temperatura minimale pritet të zbresë në 16 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët, 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 16 deri në 30 gradë Celsius. Kukës 16 deri në 29 gradë Celsius. Peshkopi 15 deri në 28 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 31 gradë Celsius. Durrës 17 deri në 30 gradë Celsius. Kavaj 17 deri në 30 gradë Celsius. Elbasan 16 deri në 31 gradë Celsius. Berat 16 deri në 31 gradë Celsius. Korç 14 deri në 28 gradë Celsius. Vlorë 17 deri në 29 gradë Celsius. Gjirokastër 16 deri në 30 gradë Celsius. Sarand 17 deri në 29 gradë Celsius.